Radio Kosova. Aty ku rrëfimet mbesin në kujtesë. Çdo zë ka një histori. Rëno për me tregue. Të gjalla, të ralla, ekskluzive. Vetëm në Rrëfim pas rrëfimi. Zëri i së vërtetës. Teksa shfleton fotografitë e një jete të tërë, Nesimi Spahiu, nga qyteti i Vushtrisë, njëri prej fotografëve më të vjetër në Kosovë, rikthen kujtimet e çmuara, të ruajtura përgjatë më shumë se 8 dekadave pune me aparatin fotografik. Edhe në moshën 91 vjeçare, ai vazhdon të jetë aktiv në profesionin që e përqafoi qenë fëmijëri. Gjatë jetës e tij ka realizuar mbi 1 milion fotografi, ndërsa studioja e tij ruan si aparatet e para fotografike, ashtu edhe pajisjet moderne, me të cilat punon ende sot së bashku me djalin e tij. Nesimi Spahiu është bërë simbol i qytetit e Vushtrisë. Përmes objektivit e tij, ai ka përjetësuar historinë, lashtësinë dhe trashëgiminë e pasur kulturore të qytetit, duke lënë pas një arkiv të rrallë me vlera të mëdha historike dhe dokumentare. Biseden me Nesimi Spahiun e nisim nga fëmijëria e tij, aty ku lindi edhe dashuria për fotografinë. Aparatin më së pari kam pas prej migjës. Migja ka qenë këpuctar, po dëshira për fotografin ka qenë prej një mësusit. Një mësus ka pas aparatin. E prej ati mësusit, Migja ka marrë aparatin si më së pari si amateur. E vetë interesimi apo vullneti për fotografi ka bo që ai vetë me qenë fotograf, me të gjitha pajisjet, vullneti i tij aty ka pas dhe ka fotografu dhe ka përpunu e fotografinë vetë. E tarë, prej asaj, unë ty e qenë fëmijë, me të bashk, aparatin ko marrë prej migjës mas pari. Fotografijat e para që kom bëj me thonë nanën edhe vllazrit e kom fotografu. Në çfarë moshe ishit në të kohë? Qa me thonë 7-8 vjetë, 10 vjetë, se që atëherë që ato ko me aparat, se atëherë aparat me pas ka qenë një privilegji shumë e madhe, se Vushtrisë kanë pas 2 vetë atëherë që kanë pas aparat atëherë. Përpunimi i fotografive të na ka qenë shumë, që thonë një farë pune shumë tjetër, edhe atëherë kanë qenë bardhëzi dhe në për laboratoriat, në pomorën e mshet tërë. Puna ka qenë shumë ma vështirë, në une prej migjës kom pësu e këtë ato, se u duke edhe me përcjell bashkë me migjën shumë vende. Deri vonë të na vetë, kur e mora, që thënë me aparatin, gjdo ditë, diçka mësojshim dhe vetë, u mundojshim diçka që gjdo herë diçka ma mirë dhe gjdo herë njërën sësi me përfitu e një përvoj për punën e matejshme. Si e nisje ditën? Dilni të lëviznit në për qytet, çfarë fotografonit kryesisht në atë kohë? Pa atëherë, fotografia ka qenë se më së pari kanë qenë dallimet që kanë qenë për nevojat zyrtare, për letër njoftima se pashaporta gati rrallë atëherë të në vonë fillun për pashaporta, vonë fillun për nxënësit, vonë fillun për që universitet për shembull. A ka qenë një traditë që çdo fund, çdo shkollë, apo çdo klasë, janë fotografu, kanë pas fotografitë e përbashkëta. Gjatë fund vitit, si fund vitit. Edhe kështu ka qenë për shembull që festat, ne për çdo shtëpi, për shembull, një lindje, një vdekje, një martesë, qikat këna gjegjet, gjithmonë kam qenë për gjithë dhe kom fotografue. Por me vonë u bë dëshmitar i shumë përjetimeve të qytetit të Vushtrisë, i shumë monumenteve të kulturës.
dhe sigurisht është e pasur shumë krijimtaria juaj artistike, veçanërisht me këto monumente. Çfarë mund të thoni për qytetin e Vushtrisë në kohën kur ju fillua ta dokumentonit dhe deri më sot? Edhe një gjë duhet me shpjegue se edhe fotografimi ka qenë si një hargjim, apo nuk kemi pas aq lirë me shfrytëzue, me hargju filmin për çdo gjë. Po mua gjëven që jam kohën i thirrën për me fotografue, rrugës, apo kam pas syni që më ka pas diçka, kom fotografue, e që ata kanë metë që thojnë pamjet për qytetit, apo rrugës, diçka që më ka rënë në sy, kom fotografue. Ato, besa dhe kanë kushtuar drejt me të kazu, nuk ka qenë se një film e mërshim, pritëshim deri plotësohet filmi për me për me, edhe thëshim që prit një ditë, dy ditë, deri sa plotësohet filmi për me punua, që mos me preja, po mos me hargjuem ato tje. Kemi pas edhe bështërsina që s'ka pas filma. Kemi punu me filma Rengel, e mërshim për spitalit filmin. Që ato filmat Rengel, na e preshim, e bëjshim copa, me që ato fotografojshim. Kemi fotografu edhe pa film, letrën kemi vonë negativ, prej negativit të në plus pozitiv. Kryesore është edhe kemi shfrytëzu që tu një aeroplan Amerikan urëzue. Brenda në aeroplan ka pas edhe kamera. Një sërp e kish marat filmin, rol filmin që 100 e kusur metra. Ai sërbi ato ka përdor se 40 cm filmi e 100 e kusur metra. Ai disa vende shpej ka shfrytëzue si për tavolina për me shru. Kur e morëm vesh, na e morëm që ato e hekëm edhe disa se ato në tërë, migja e preshim që ato filma, e bëjshim rol filmat për aparatin tonë, me që ato gati një vjetë e tjepër jemi furnizuar. Përmes fotografive dhe arkivit e tij të pasur me negativ, Ispahiu ka dokumentuar historinë e qytetit e Vushtrisë. Me rreth 1 milion fotografi, ai ka ruajtur momente të rëndësishme nga ngjarjet kulturore, jeta e përditshme edhe trashëgimia e qytetit. Përveç fotografisë, ai ka shprehur dashurinë për vendlindjen edhe përmes poezisë, duke botuar 3 vëllime me poezi. Vuçi Tërna ka qenë një vërtet qytet i vjetër, po këtë ngjarjet historike që ka ndodhur në Kosovë kanë lidhje me Vuçi Tërna. Vuçi Tërna, për shembull se Podijeva, Mitrovica, Skenderaj, Trepça, deri vonë kanë qenë nën komunën e Vushtrisë. Po Vuçi Tërna tash, ata përparun ato zgjuan Vuçi Tërna ra nën hijen e tyne. E keni dokumentuar urën e Gurit dhe këto monumente të kulturës, jo vetëm përmes fotografisë, por edhe përmes poezisë. Pa gjithmonë, ura e Gurit, porta e qytetit, kalaja Bedem, për shumë smundjet vendasve të mi, Hamami, Mehlem. Me këto katërvargje e kom përfigati këtë qytetin. Si lindi dashuria dhe për vargun, krahas fotografisë? Kemi mësuesi që na ka dhënë Shqip, ka qenë ju botuan disa vargjet ati në atëherë në zonën e Rinis, a tu në recitue, për shembull, edhe neve na hitve të na çdo libra, por që na bikën në dorë, se edhe libra ka pas pak. Na lexojshim për atyna. Duke lexuar do vargje, për shembull, e shifsha që muj edhe diçka me shtu aty në vargjeve që e të në prej aty në fillove edhe me shkrue, po nuk ja ditëm për me rrujt. Shumë ato gjana që kom shkrujt, kanë shku edhe pa regjistrue, pa shenue. Shumicën e fotografie që kam pas, për shembull, bas fotografie, kanë gjithë kënë kablon, kanë i vargë. E tash, deri vonë,
se vitet po kalojnë e unë bas viteve tash po e shfrytëzoj ato raste apo shënime që i kam pas dikun për me bo tash një se deri vonë kush ka mendu që unë vjen krasti unë me botu në libër e bon që kur u bom dhe e përmledhëm do poezi. Zoti Ispahiu, më thatë edhe më herët që janë dikun mbi 1 milion fotografi që ju i keni realizuar. Që i kom bo, se unë tash ato nuk i kom që shbëton ato, krejt e kanë popull e për që... Po sigurisht që janë tuaja, dhe më thënë që keni shkrep aparatit fotografi. Shumicën edhe negativeve na sasën në dhe në luft, se krejt shumicën kom pas, e tash shumë gjona, unë tash për përsëris po e gjoj të ato popull e apo të shok, të kush po mi bin, e ato po e reprodukoj, po e të regoj. 90% fotografia jonë të mija që unë që i kom bo. A emni im kërkur gati nuk përmendet atin. Epoka digjitale ka sjellë ndryshime të mëdha në fushën e fotografisë, por për Nesim Ispahiun, fotografia e vërtet mbetet një art që kërkon shpirtin dhe ndjeshmërinë e krijuesit. Shumica e punës fotografisë u ndryshue. E mund, se atëherë na që punojshim, kemi pas vështërsina në terme punue, për shemë laboratorion, me gjana kemikalia helmuse. U duke vetë me bo kemikalia, vetë me pregatite e tash kompjuteri, digital, këtë ato shumë ka ndryshuar puna. E kryesore për fotograf të vjetër ka qenë retushi, se me laps, tash keq me po se gjë njeri që te merë ftyrën, psikologjik, ka një munges, gjë ftyra, po gjë njeri, e ato fotografiste e kanë reguluar pak hundën, pak vargjën, pak rrudhat e ballit, ato krejt me laps dhe me asë mundësi bon që për shemë që s'ta mërmendje, se një fund një vim me bo, të shatë vizën me fshia po, ka qenë një punë me madhe, me laps me regulue, edhe mos më ditë. Shumica thonë që fotografisti i keqë, fotografisti i mirë. Tash, me bo fotografia të pare atësh, e thoi ki fotografisti nuk është i mirë. Me retushu, gjithë ku t'i voj këtë dëshira që me ndresh më do pak ma e bukur, ma... Shumica kështu që atë vlerën e fotografistit nuk e kanë ditë me shmu e që shduhet, pse ka interesu e parja. Që ose janë ndresh fakturën, a i vike edhe, ja kjo është fotografisti i mirë. Shumë gjana kanë shku në të vërtet kundër të në ati që se edhe shumë fotografia ku bo për shumë originale, doj plak, doj diçka ato, po tash ati me të regu e kur pa shevu dhe nuk më ka bo mirë. A disa që i din vlerën e tyne, kanë shmu e kanë ditë, qështu që zanati ka pas shumë edhe fjallë të mira, edhe fjallë të këqia për një punë që ke bo. Disa kanë vlerësue, disa kanë kundërsue. Po sot sa po vlerësohet ky zanat, sepse sot çdo kush arrin të bëhet fotograf me një telefon në dorë dhe nxjerr fotografi. Po veç atë fotografin mundesh me ndryshua qysh duesh tash me etosh, se që në barë e kom sytë mu hargjuen të e të ndrejq tyje, juve, sytë mu hargjuen duke ju retushue, rrudhat e ballit duke ju mbuluar me dorën tim të lehtë. Unë ju gëzoj me bukurin që ju japi me lapsin tim magjik, me dritat e reflektorave të mi ju baj artistik, po ju pse mashtroheni? Mereni pasqyrën, shiqoni vetën, barazojeni me fotografi, korrigjoni gabimet ndal nga dale si një ortografiri. Rrudhat e ballit aty nuk janë, vijat natyrë shumë apak duken dhe shumë gjëra të pa dishëruara me dorën të më shduken. Unë jam fotografist, unë jam artist. Që edhe një poezi për qytetin tim,
që e kom shkrua me 1958, rrëfim për qytetin tim. Qyteti im është i vogël, vetëm 7.000 banori ka, por në historinë e tij të bujshme shumë gjëra të rëndësishme kanë gjallë. Ura e Gurit, porta e qytetit, kalaja Beden, për shumë smundjet vendasve të mi, hamami Mehlen. Një kishe vogël, 3 xhamia, 2 shkolla të reja, me ma shumë se 2.000 nxënës në luftë për dijen e për beteja. Bime shëndosh është mbjedhur qytetin tim të vogël, fryte çdo herë ka dhënë, njerëz të mençur, trima të njohur, mburje për çdo non. Qendër tregtare me lidhje të shumta, Stamboll, Selanik, Prishtina, Mitrovica, nën hijen e tij kanë qenë deri vonë ormik. E mbaj në mend Mitrovicën me 4 shtëpia dhe një han, me një rast në një bisedë një vendas që jemi më ka pas thonë. Gjalla është plaku i bisedës dhe sot me mburje tregon, por çdo herë në fund të rrëfimit të tij 2 vija lotësh për paqe i lëshon. Me Azem Bejtën, Hasan Prishtinën, kam dhejt qishtu si bety. Foli edhe për shumë trimat të tjerë, por mas shumë ti për këto 2. Azem Bejta, me qetën e vetë krashnike, 7 herë u rrethuen kullën e vetë. Me taktikën e tij të njohur, 7 herë rrugdalje vete si gjetë. Hasan Prishtina në të kohë të hyrjetit luajti rolin vendimtar. Bimën e shëndosh atëherë që ai mbodhi, sot vrytet i gëzojnë barë popullit shqiptar. Një poezi gati dërpar, 58 që e kom shënë. A vazhdon edhe sot të shkruajmë? Po dhe sot është radit e shkruajmë, po disi ma radhë e shkruajmë, po e dojmë që aty që thënë mos e vjen koha dhe ato dalin shesh. Nesimi Spahiu mendon se profesioni fotografit dikur kishte një vlerë më të veçantë. A i kujton vështërsitë dhe aftësitë që duhet të zotronte një fotograf për të realizuar një fotografi të mirë, duke pasur edhe sekretet e veta në këtë art. Për këtë arsye, ai u bën thirrje brezave të rinj që ta vlerësojnë fotografinë si një profesion që lë gjurmë dhe ruan kujtesen, e jo vetëm si një imazh i qastit. Po tash, çdo kush e ka telefon, vend aparati, çdo kush aparatin e ka që thonë, po shumica fotografi nuk kanë. Kanë telefon, po për shembull, një tramet telefonit, ato e fshihen edhe humbat, pse se ko, të da shumica, po ankon, pse se ko bo album, pse me rujt ato. Një fotografi e vjetë apet ka një qmim apo një vlerë më të madhe se sa që ke një aparat tash apo një telefon. Sa është i pasur arkivi juaj? Keni një arkiv të veçantë dhe... Pa e diçka kam, e diçka, tash unë po e mbledhi prej, po e reprodukoj shumicë prej atyne që kom bo para 50 vjetë. Aparatat atër që përdoshin ka qenë edhe mënyra e fotografimit ndryshe. Për shembull, çdo fotografim që ke bo me aparat, u duke me ditë në çfarë kohë po fotografon, me çfarë largësie po fotografon. Me rregull në aparat, për shembull, është diell, është hije, është që ta bëjmë edhe ekspozicionin që duhet dhe largësinë për me kthellësinë e fotografisë me pas si duhet. E kështu fotografisti ka pasur gjithmonë një përparësi që aparatin me ditë me përdor. Se çdo aparat është i mirë, po ai që e përdor duhet me ditë në mënyrën e që për me fituar diçka më mirë prej atij. A keni pasur të vështirë të punoni pastaj nga aparatet më klasik në këta më modern, më digital? Arritet ta mësoni edhe këtë pjesën e aparateve digital? E tash digital e kemi shumë rrët, po tash me digital shumë gjona po mundesh me rregullue ma lehtë edhe ma mirë, edhe pa u munduar që thonë dritë.
Atër u duke në tërë, për shembull, me të në ekspresioni ka qenë gjithmonë me sekunda. Që ose 2 sekunda e mon më të e për prishet, 2 sekunda me vonue, ka qenë gjithmonë që precis ka qenë punimi i fotografisë. Tona, edhe diçka ka pas që çdo fotograf ka pas stilin e vetë, mënyrën e vetë, për shembull, sa do duçka ka pas një farë shepësia, apo një farë dhe që ka shtuar për punimin e fotografisë. Tash e mbas, që duhet fotografia digitale, shumë gjona ka që s'kemi paramendu që munden me orë deri në këtë gjendje. Jo që po thëmë tash, po, tash e mbas kanë me dalë hela shumë gjona tjera për fotografi që njeri ju ka mu çudit për gjona që... Çfarë do ndodhin ta? Çfarë do ndodhin? Po brezit të ri, këtyre gjeneratave të reja, çfarë ju propozon për ta dashur punën, për ta respektuar, për të pasur një kulturë punës, siç kishit ju? Për të rritë, kryesor është me rujt, tona edhe me shfrytëzue shumë gjona, ato që s'mendon që sot nuk ka vlerë, mbas 10 vjetëve ka me pas vlerë. Ju sot jeni 91 vjeç dhe vazhdoni të jeni ende aktiv në profesionin tuaj, duke e realizuar ende edhe me tutje këtë pasion. Çfarë ju motivon që të vazhdoni të merreni edhe me tutje me fotografinë? Dukoj, po dalë se edhe me ndaj s'pëngën se djali është zanë, unë djalin për e zavendësoj atë që. Po, me ndajt që thënë pushimi mu po më të ta puna, po më banë gjallë. Një jetë të tërë në shërbim të kujdeses kolektive. Kjo është trashëgimia që Nesimi Spahiu i lë Vushtrisë dhe Kosovës. Komuna e Vushtrisë ka organizuar disa herë aktivitete në shenjë respekti për kontributin e tij ndër vite. Ekspozita me fotografitë e tij qëndron e vendosur në kalan e qytetit. Këtë vit, në ditën e çlirimit, komuna e Vushtrisë nderoi me dekoratën Qytetar nderi Vushtrisë. Në moshën 91 vjeçare, ai vazhdon të jetë pranë aparatit fotografik, me të njëjtin pasion që e shoqëroi që në fëmijëri, duke dëshmuar se pasioni nuk njeh moshë, ndërsa dashuria për profesionin mbetet trashëgimia më e çmuar që mund t'u lihet brezave. Autore Sabria Haxhiu, realizimi teknik Shpejtim Salihu.